Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 18. Data 18 nëntor të 2025-s. Një ditë mjaft e rëndësishme, një ditë ku dielli në Akrep, që formon një trekëndësh me Saturnin tek Peshqit, është një kënd pozitiv për marrjen e përgjegjësive, marrjen e vendimeve të rëndësishme, rënien dakord për një propozim ose fillimi diçkaje të re afatgjat. Gjithashtu favorizojnë kontaktet me çështjet familjare, ndikojnë pozitivisht shenjës Demit, Virgjëresha, Bricjapi, Gaforja, Akrepi, Peshqit, me të dhjetit të tret ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kanë ndikime shumë të mëdha, kanë ndikime shumë pozitive. Kurse ajo çka do të keni juve nga dreka, se partitja është perfektja dhe nuk e vën dyshimun, nuk e diskutoj që ka diçka shumë të madhe. Por në anën tjetër kemi të bëjmë shumë me ndikimin në drek në ora 13, ku Mërkuri nga retrograd në shikjetar